Përshëndetje. Sot kam zgjedhur të sjell një bisedë mes Federico Faggin dhe Giacomo Poretit. Poreti është një komedian italian i viteve 90-2000, ndërsa Faggin është shpikësi i mikroprocesorit dhe touch screen-i që përdorim sot në celular dhe në të gjithë pajisjet smart. Por më shumë klikoni vetëm mbi figurat e tyre, por qëllimi i sotëm është që ta sjell këtë bisedë të transkriptuar thuajse 100% në shqip, pasi e pash të arsyeshme që edhe ju ta dëgjoni. Flitet për ndërgjegjen dhe rolin e saj, madje jo vetëm thjesht një rol, por vetë krijuesja e botës. Pra, Zoti. Unë thjesht do të transkriptoj pak a shumë çfarë u tha në këtë bisedë që daton rreth një vit më parë, dhe që të kuptoni se edhe ajo që ju kam thënë, unë pak a shumë në kanalin tim Rrezikimi Shqipes Zbulesa, përputhen me pothuaj plotësisht me mendimet e Faggin, por ky duke qenë shkencëtar ka më shumë kredibilitet, ndërsa unë që zbuloj gjithçka nga shqipja, do të duhet edhe ca kohë të nxjerr në dritë disa gjëra që i takojnë gjuhës, që lidhen sigurisht edhe me shkencën. Se ky zotëria flet për ndërgjegjen si dia superiore, por problemi është që ndërgjegja e ka një gjuhë dhe ajo është vetë gjuha që flasim, pra, dhe kjo ndërgjegje superiore Zot, duke qenë edhe gjuhë, po kështu do të shprehej edhe në rrafshin material. Që të kuptoj më tej, le të filloj më tej pra bisedën e transkriptuar, të cilën e konsiderova shumë të rëndësishme për ta risjell këtu në shqip, që edhe juve të kuptoni diçka më tepër nga ndërgjegja nga një person i cili është marrë shumë me të përtej mikroprocesorit, pra të kompjuterave, por është marrë edhe në thelbin e kuantik, pra në sipas fizikës kuantike. Kushdo mund ta dëgjojë origjinalin në italisht në kanalin YouTube të Poretcast të Giacomo Poretit. Pra fillojmë bisedën. Poreti, duket sikur kompjuterat po zëvendësojnë shumë prej aktiviteteve tona. Faggin, me inteligjencën artificiale kemi arritur në pikën që këta kompjuter po fillojnë në thonjza të mendojnë me kokën e tyre, por në fakt nuk është e vërtet. Atëherë ta sqarojmë këtë punë. Një kompjuter që ishte një ide themelore, sepse na ka lejuar të mundësojmë një simulacion të këtij realiteti ku jetojmë, një realitet të shpjeguar nga fizika klasike, fizika e objekteve që lëvizin në hapësirë kohë të përbërë prej atomesh dhe molekulash, dhe jo fizika e atomeve apo e grincave, por struktura që janë të përbëra nga shumë atome dhe molekula. Kjo është fizika klasike, që besoj se ishte fizika që shpjegonte gjithë botën në fund të viteve 1800. Në fillim të 1900-s, fizikanët kujtonin se dinin gjithçka, por jo, sepse zbuluan se kishte një realitet më të thellë të gjërave, që e përshkrua në fakt fizika kuantike, e cila u zhvillua në 25-30 vitet e para të shekullit të kaluar. Ekuacioni i parë themelor është ai i Schrödingerit, i cili arriti të shpjegonte për shembull sjelljen e atomit të hidrogjenit. Poreti, a mund të na e shtjellosh këtë eksperiment? Faggin, nëse futem aq thellë, do arrim në një pikë që asveç fizikantët nuk do ta kuptonin, ose do bënin sikur do e kuptonin dhe nuk do tregonin dot të gjithë. Dhe kështu, përse matematika e fizikës kuantike që përdor numra kompleks janë numra pak të komplikuar, sepse përdori numra imagjinar, që është edhe shuma e numrave imagjinar me atë real. E di se ç'është një numër imagjinar? I thot Poreti, jo. Faggin, është rrënja e -1-shit. Nuk ka asnjë numër real që të shumëzohet me veten dhe të jap -1. Të gjithë numrat real, pozitiv apo negativ, kur shumëzohen me veten japin gjithmonë një numër pozitiv. Prandaj rrënja e -1-shit është një numër imagjinar që shënohet me i, që të bën me dhimbje kokës, sepse nuk është një numër sigurisht. Por numrat kompleks janë shumë të nevojshëm për të përshkruar val nga këndvështrimi, për të vepruar me to matematikisht si numra, por nga vështrimi konceptual përdorin diçka që nuk është në fakt një numër. Pa shiko pak, do me thënë, fizika kuantike e përshkruar nga këta numra nuk përshkruan më pozicionin apo shpejtësinë e një objekti, përshkruan vetëm probabilitetin që ky objekt të ndodhet në një pozicion të caktuar apo me një shpejtësi të caktuar. Tani duhet të kesh pak dhimbje koke, apo jo? Poreti, jo, prit, do me thënë, unë kam këtë filxhan në dorë, dhe dihet se njeriu i ka marrë të gjitha këto atome dhe i ka mbledhur në një vend dhe ka prodhuar një filxhan. Pra, ato atome janë aty. Kjo është fizika tradicionale, po kështu është edhe trupi ynë. Faggin, jo, trupi ynë është edhe kuantik edhe klasik. Poreti, okej, qëndrojmë te filxhani. Çfarë thotë ndryshe fizika kuantike nga fizika klasike tash? Faggin, asgjë nuk thotë ndryshe fizika kuantike për filxhanin. Filxhani flet vetëm për atome dhe grimca bazike që kombinohen bashkë dhe formojnë atome, molekula dhe makromolekula dhe në fund ti sheh një filxhan. Ti mund ta hedhësh diku këtë filxhan dhe me këto merret fizika klasike, merret në trajektorin e molekulave të filxhanit, por fizika kuantike nuk merret me këto.
një grimc nuk mund të përshkruhet në një mënyrë të tillë. Ajo mund të përshkruhet vetëm si veti fillestare dhe veti që zbulohen kur bëhet një matje, veti të cilat krijohen në momentin që maten. Pra në vetë matjen nuk ekzistojnë më përpara. Kështu funksionon. Poreti, do me thënë, modeli i atomit me elektronin dhe protonin si sistemi diellor nuk është kështu? Thatxhin, jo, nuk funksionon pikërisht kështu, sepse grimcat nuk janë objekte, nuk janë asgjë materiale, nuk janë toptha, janë gjendje fushë kuantike, fushë energjie. Poreti, prit pak, do me thënë, atomet dhe grimcat nuk janë objekte, po si kështu i kemi trupat? Thatxhin, sepse ne trupin e shohim përmes një strukture që e quajmë shqisa, pra trupi ynë vëzhgon informacionin klasik që ekziston tashmë në hapësirë kohën, ndërkohë informacioni me bazë fizikën quhet informacioni kuantik dhe ka veti komplet të tjera nga informacioni klasik. Poreti, do me thënë, njeriu e ka shpjeguar botën si kuriozitet në një mënyrë të tillë deri tani, por ka diçka më të thellë. Thatxhin, do me thënë, ne sot vëzhgojmë botën klasike, por nuk mund të shohim një grimc. Askush nuk ka parë kurrë një grimc. Edhe pse do ju thotë se e kemi parë, e kemi matur, ishte këtu, ishte atje. Jo, ajo që dikush vëzhgon është thjesht fizik klasike. Për shembull, një dritë që ndriçon, një instrument, një diçka që është e ndarë, është fizik klasike. Një grimc nuk mund të riprodhohet më, është e pariprodhueshme. Po atëherë, kush mund ta njohë? Kush është ai që e njeh? Vetëm fushat kuantike mund të njohin dhe teoria e parë që thot se fusha njeh gjendjen e vet është teoria që kam bërë së bashku me profesor Dariano së fundi këto 5 vitet e fundit, i cili thot se fusha duhet të jetë e ndërgjegjshme, koshiente, pra fusha duhet të përjetojë gjendjen e vet. Atëherë ka kuptim që të ekzistojë fizika kuantike. Poreti, pra, format që shohim në hapësirë, deri tani kemi regjistruar këtë gjën këtu. E ka fjalën për botën tonë materiale. Pra, kjo gjëja këtu që të duket e ndalur, e pa lëvizur, në të vërtetë vazhdon, Thatxhin. Po, kjo gjë që duket e ndaluar është e bërë nga një dinamizëm të pabesueshëm. Poreti, këtë po them, për shembull, merr stronciumin. Ai është aty tërë kohës, por ai njihet vetëm kur ne vendosim ta shpallim. A nuk është kështu? Thatxhin, jo, nuk është faji im. Poreti, po ky qëngër ka një tërmet. Thatxhin, po ashtu është, sepse fillon që nga fillimi që ndërgjegja dhe vullneti i lirë bëjnë pjesë në atë realitet të thellë, sepse që para se të ketë planet, dije e të tjerë, realiteti më i thellë është tashmë aty që nga fillimi, i ndërgjegjshëm dhe me vullnet të lirë. Poreti, po më thuaj që atomi i karbonit ka ndërgjegje? Thatxhin, jo atomi vet, fusha e tij, gjendja e të cilit shprehet si karbon, bëhet koshient. Poreti, po nëse deri dje kemi mësuar se qenia humane është e vetmja qenie në tërë universin që ka ndërgjegje me vullnet të lirë? Thatxhin, të mendosh kështu është inkoshiente, por në të vërtet, paraardhësit tanë tek Vedat për shembull mendonin se ekzistonte një ndërgjegje universale që duhet të ketë qenë që nga fillimi. Poreti, edhe Plotini me të cilin është marrë babai yt fliste për Thatxhin. Plotini fliste për njëshin dhe totalitetin e gjërave që ekzistojnë dhe ka këto veti. Prandaj, personat që kanë kërkuar të njohin funksionimin e botës në një mënyrë më të thellë kanë arritur në këto përfundime. Ndërgjegja duhet jetë më e thellë se materia. Ky është pastaj idealizëm filozofik, që e ka humbur shumë vlerësimin e vet, sepse sot filozofët janë kthyer në materializëm. Poreti, do me thënë, filozofi materialist shpjegon vetëm filxhanin e kafes. Thatxhin, shpjegon vetëm realitetin shkencor, që është e bërë si feja, do me thënë, beson vetëm tek materia, tek hapësirë koha dhe objektet që ndodhen në të, dhe beson se fizika kuantike është vetëm teori matematike që na lejon të predikojmë çfarë vjen nga hapësirë koha dhe se si sillen këto objekte në hapësirë kohë. Pra, me pak fjalë, nuk i japin rëndësi realitetit të përshkruar nga fizika kuantike përmes teorisë matematikore. Poreti, po atëherë ndërgjegja e njeriut, me që nuk shihet, nuk kapet, ajo nuk mund të reduktohet thjesht vetëm tek një filxhan, apo jo? Thatxhin, shkencizmi thosë se ndërgjegja është një epifenomen i trurit, pra nuk është as fenomen, por epifenomen, që do me thënë një fenomen që duket si i vërtet, por nuk është i vërtet edhe pse duket si i tillë. Ose thonë se ndërgjegja është fenomen urgjent për shkak të kompleksitetit të trurit. Me fjalë të tjera nuk ekziston, nuk shërben për asgjë, sepse truri, ai që ekziston, që funksionon, që për ndonjë arsye
është edhe kjo ndërgjegja që nuk dihet se nga vjen dhe me që nuk bën asgjë përse ta studiojmë, nuk prish punë. Poreti, do me thënë ne ecim kështu me instinkt, jemi si të programuar sipas shkencës së tyre apo jo. Faxhin, sipas kësaj teorie, realiteti është determinist, do me thënë i përcaktueshëm dhe është deri diku i drejtë për objektet që lëvizin hapësir kohën. Pra, objektet që lëvizin në hapësir kohë janë të përcaktueshëm, por për përcaktueshmëria nuk përfshin predikimin sepse nëse ligjet e fizikës klasike ecin në mënyrë lineare, duhet të njihen mirë rrethanat, pra kushtet, pozicioni, lëvizja e atomeve, që të mund të predikosh të ardhmen. Por këtë gjë e pengon fizika kuantike, pasi ajo vetë thotë se nuk ka përcaktueshmëri të saktë të pozicionit dhe kohës së grimcës, pra ajo i pengon ligjet e tyre, pengon saktësinë e ligjeve të tyre, dhe me që fizika kuantike shpjegon një farë realiteti që nuk është real, por prej të cilit rrjedh realiteti ynë i fizikës klasike, ja që duhet të themi se determinizmi nuk mund të parashikoj kaq me saktësi, ose mund ta bëjë deri diku dhe për pak kohë 100% të saktë. Poreti, po ju e keni një ide se nga vjen ndjenja si frika, dashuria, guximi e të tjera? Faxhin, sigurisht, të gjitha këto vijnë nga ndërgjegja, vijnë nga një brëndësi që materializmi, shkencizmi nuk e pranojnë që ekziston. Prandaj, të gjitha këto janë epifenomene, fenomene jo reale. Më vjen keq, por dashuria që ti provon nuk ka fare vlerë. Më keq akoma, pas vdekjes së trupit tënd, ti nuk je më, sepse brëndësia jote është epifenomenale dhe me që truri nuk është më, ti nuk je. Kështu që shkencizmi thotë se ne jemi të vdekshëm, kurse teoria e Darianit thotë se ne jemi një fushë kuantike që kontrollon trupin. Trupi ekziston hapësir kohën dhe është si një dron i kontrolluar nga një fushë. Poreti, e përse është e gjitha kjo? Do me thënë, ka një pse? Faxhin, sigurisht, sepse ndërgjegja nuk mund të vijë nga gjëra të pandërgjegjshme. Vullneti i lirë nuk mund të rrjedhë nga gjëra që nuk kanë vullnet të lirë. Ndërgjegja pa vullnetin e lirë nuk ka kuptim, sepse ndërgjegja thotë unë di çfarë dua. Kur flas për ndërgjegjen, flas për auto-ndërgjegjen. Flas për ndërgjegjen e fushave që janë autokoshiente. Pra, ndërgjegja thotë unë di çfarë dua. Ka një sens të realitetit se si e percepton, prandaj dua të lëviz, dua të reagoj sipas asaj që më thot ndërgjegja, asaj që drejtohet nga unë, do me thënë nga unë si fushë, jo nga unë si trup. Nëse kam këtë ndërgjegje, kam nevojë për vullnet të lirë, ose e kundërta, nëse është vullneti i lirë, kam nevojë për ndërgjegje, do me thënë vullneti i lirë është rëndom kudo dhe shisi na del këtu se fizika kuantike ka çelësin e zgjidhjes që nuk është kuptuar nga fizikantët. Quhet kolapsimi i funksionit të valës, do me thënë, fizika kuantike mund të llogarisë probabilitetet e asaj që mund të ekzistojë, por nuk mund të na thotë se ç'do të vijë. E atëherë kanë shpikur këtë idenë që nuk bën pjesë e teoria e fizikës kuantike, se ky realitet na vjen si një proces rastësor, e si i tillë nuk e dim se si ky proces nuk është as algoritmik. Pra, nuk ka ligj a rregull që na lejon të llogarisim se si kalohet nga shpërndarja e probabilitetit që vjen si realitet në një ngjarje që mund të matet. Pra, rruga që ndjek probabiliteti nuk mund të llogaritet. Dhe askush nuk di pse. 100 vite dhe askush nuk arriti të thotë pse ndodh ky kolaps i funksionit të valës. Në teorinë tonë, kolapsi i funksionit valor është një vullnet i lirë i fushës që vendos ky se ku ta vendos një elektron, që është një gjendje e tij. Gjendja e elektronit që manifestohet e ka vendosur fusha e tij, që është entitet koshient. Kaq problemi u zgjidh. Poreti. Pra nuk e kishte gabim Freud kur thoshte se uni nuk është padron në shtëpitë vet. Faxhin, nuk e njoh mirë Freudin, por mund të them se më mirë është të pyesim se nga vijnë fushat. Fushat vijnë nga një fushë e unifikuar që fizikantët nuk e kanë gjetur ende sepse është ajo fushë e unifikuar që lidh fizikën kuantike me relativitetin e përgjithshëm të Einsteinit, që janë dy shtylla ku bazohet fizika, por jo të gjithë presin që të thuhen të njëjtat gjëra. Kur këto dy teori përshkruajmë për shembull objekte shumë të vegjël, pra kur janë të rëndësishëm që të dy, nëse njëherë përshkruhen nga fizika kuantike dhe pastaj nga fizika klasike, kanë kontradikta sepse kundërshtojnë njëri tjetrin. O njëra o tjetra duhet të jetë e gabuar, kështu që duhet gjetur një teori e mesme unike që jep një parashikim, jo kontradiktor. U përpoqëm me teorinë e fijeve që eci për një 50-60 fije, por nuk arritën të gjenin gjë. Por megjithëse kemi gjetur këto 30 vitet e fundit energjinë e errët që përbën 70% të energjisë së universit, materien e errët që përbën 25%, kështu që ajo që dinin 30 vite më parë ishte vetëm 5%. Kështu që tani kemi një univers më të madh se më parë dhe kështu kemi më shumë probleme, edhe pse menduam se i zgjidhëm të gjitha përmes asaj që u quaj teoria e gjithçkaje. Poreti, tani ju mendoni se jeta unë konceptua, unë gjiz,
nga një njësh siç e quani ju, nga një inteligjencë superiore, nga një Zot, siç njihet? Faxhin. Po unë nisem nga një postulat, sepse çdo teori fillon nga të paktën një postulat, dhe ky është postulati i qenies që thotë: njëshi ose njësia që përcaktohet si totaliteti i gjithçkaje që ekziston është dinamik, i ndryshueshëm vazhdimisht, holistik, nuk përbëhet nga pjesë të ndara, çdo pjesë është e lidhur me njëra tjetrën dhe gjithësinë, dhe deri këtu të kam përshkruar fizikën kuantike. I kam shtuar edhe një gjë këtij postulati: njëshi do të njohë vetveten. Por pse kjo? Sepse duke filluar nga aty ku kemi një të duash të bësh, që tregon për vullnetin e lirë, dhe kemi një të njohësh, që për të njohur nevojitet ndërgjegja, do me thënë ndërgjegja, është ajo që e lejon njëshin të njohë thjesht. Pra njëshi autoreflektohet në vetvete për të njohur vetveten. Si e njeh vetveten? Duke sjellë në ekzistencë atë që njeh. Pra jeta lindi nga njëshi që për të njohur vetveten sjell në ekzistencë pjesë të tëra të brendshme të vetvetes, sepse duke qenë holistik, nuk mund ta njohë vetëm një copë të vetes, por të tërën, por nga ajo perspektivë që mund të njihet në atë moment dhe pikërisht ai moment i vëzhgimit i njohjes së vetes, që është edhe identiteti i fushës. Është ajo që riprodhon kuptimin e vetes pra të fushës unike. Prandaj njëshi e kupton vetveten përmes krijesave, përmes fushave që krijon. Këto fusha kombinohen, krijohen njëra mbi tjetrën dhe kështu me radhë. Poreti ka të bëjë me natyrën, me Spinozën? Faxhin. Po, në fakt ka të bëjë me shumë filozof idealistës së kaluarës dhe sidomos me ata që kanë kaluar përvoja vetjake të njohjes së koshiencës dhe kanë treguar për ne, kanë zbuluar për ne, tregon se si ndërgjegja ka kapacitetin të njohë vetveten direkt dhe jo përmes trurit, pra logjikës. Pra është kjo forma intuitive që e bën njëshin të njohë duke e përjetuar në moment njohjen, dhe kjo është shumë themelore. Poreti, do me thënë Zoti ekziston, kjo gjë e panjohur, do me thënë Zoti i ka dhuruar ekzistencën mua, ty, atyre, macave, bimve, pra gjithçkaje për të njohur këtë që the? Faxhin, pikërisht sepse ai njeh veten përmes nesh. Kush njeh është edhe i njohuri, pra ai duhet të ndahet që të njohë, por kjo ndarje është vetëm në dukje, sepse njëshi është holistik, nuk është i përbërë nga pjesë të ndara, por vetëm në dukje janë të ndara, derisa të ribashkohen. Poreti, po tani a ka një fund në gjithë këto dhe cila është? Faxhin, të njohë vetveten, njëshi është i pafundëm dhe e ka potencialin e përhershëm që mund të shtrihet në potencialin aktual. Pjesa që do të njohë vetveten që vjen në ekzistencë nuk mund të vijë nga hiçi, por vjen nga potenciali që ka njëshi. E pra ky potencial mund të konsiderohet si inkoshienti i njëshit. Këtu qëndron lidhja me Freudin që duket banale. Poreti, në lidhje me fundin desha t'ju pyesja, duke qenë se kemi vullnetin e lirë, mund të bëjmë ç'të duam, të mirën e të keqen, si lidhen këto tani? Faxhin, jo, vullneti i lirë nuk do të thotë që do të bëjmë ç'të duam. Së pari, të themi përfundimin e gjithë kësaj. Përfundimi është se njëshi do të njohë vetveten. Mes të tjera shteksoj se Zoti nga feja konsiderohet se di gjithçka, është omniscient. Por, prandaj preferoj të përdor termin njësh se sa Zot, duke ditur që edhe fet kanë përcaktime të ndryshme, por njëshi është thjesht totaliteti i gjithçkaje që ekziston, që përfshin edhe potencialin edhe realitetin aktual. Do me thënë, njëshi jeton me dinamizmin, se pas një njohjeje për herë të parë në një drejtim, vjen një gjë e re që nuk ishte më parë, e cila buron nga potenciali që ka. Kështu që nuk ka vetëm një drejtim të njohjes, lindin disa të tillë, kështu që ky proces, ky dinamizëm që është procesi i jetës, se jeta lind me Zotin, jo me qelizën njerëzore, qelizën e kemi krijuar ne, që kemi rënë dakord t'i bëjmë gjërat. Ndërhym Poreti, sigurisht që fusha ime mund ta kishte bërë hundën time pak më të bukur, mund të kishte menduar pak më gjatë për këtë, edhe ka të qeshura. Faxhin, duke qenë se fushat janë pjesës së tërës, supozohet se edhe ata kanë vullnetin e lirë, pra e kanë edhe ata potencialin e njëshit dhe duan edhe ata të njohin vetveten si pjesës së tërës. Nuk mund të jenë të ndarë. Edhe fizika kuantike ka zbuluar entanglement, çdo gjë është e lidhur, por fizika klasike nuk ja atribuon ndërgjegjen fushave ose njëshit. Dhe ky është problemi. Këtë kanë mohuar që në nisje në brendësinë e natyrës, brendësinë e njëshit. Njëshi ka të brendshme dhe të jashtme, kështu që të brendshmen e sjell jashtë për të njohur vetveten. Edhe trupi është kuantik, sepse çdo qelizë ka gjenomin e fillimit të konceptimit të njeriut dhe kjo e gjitha është e lidhur me njëshin, kurse kompjuteri jo, nuk funksionon kështu. Sigurisht që pjesët bashkëveprojnë me njëra tjetrën në shpejtësi, por vetëm kaq, por nuk janë pjesë të së tërës në veten e tyre, si qeliza prodhon qeliza të tjera, kompjuteri jo. E keqja dhe e mira, me që më pyete më parë,
Duhet të them dy gjëra së pari. Duke u nisur nga postulati i njëshit që ka fusha dhe që do të njohë vetveten, shpjegohet fakti se pse fizika kuantike duhet të ketë veti që fizikanët nuk i kanë kuptuar, si pse ka entanglement, pse ka fusha, kolapsin e funksionit valor. Pra, duke u nisur nga këto veti, ekziston ndërgjegja, ekziston vullneti i lirë, nuk është më e nevojshme të shpjegosh me formula matematike dhe me ekuacione vetë ndërgjegje, sepse vetë matematika dhe të gjitha këto rrjetin nga ndërgjegja. E kuptoni që gjithçka është e përmbysur. Matematika është harta e një territori. Kjo përmbysje lejon pastaj të kuptohet pse realiteti manifestohet pastaj në një realitet më të thellë si fizikë kuantike. Sepse vetit e fizikës kuantike duhet të jenë vetit e vullnetit të lirë të ndërgjegjes që janë njëkohësisht edhe vetit e së brendshme son. Për shembull, eksperienca që jetojmë ne çdo ditë, për shembull mendimet, janë brendësia e asaj që i quaj mendje, dhe mendja vet duhet të ketë vetit e fizikës kuantike. Në fakt, fizika kuantike është mendja e universit, sepse përshkruan atë që është e mundur në mbi vendosjen e saj, përshkruan çdo gjë që është e mundur. Por për të shkuar nga mundësia për të bërë diçka në një realitet duhet vullneti i lirë. Është ky që vendos se çfarë duhet manifestuar. Nuk ka rastësi këtu. Vullneti i lirë, i parë nga jashtë, mund të duket si rastësor, sepse nuk është i parashikueshëm nga të tjerët. Por unë e di që kam vendosur kështu, se e kam vendosur me vullnet të lirë. Për shembull, unë kam një dyqan ku shoh njerëzit që hyjnë dhe dalin në dyqanin tim. Fizika kuantike i sheh këta njerëz si probabilitet që mund të hyjnë në dyqanin tim, por nga jashtë dikush nuk mund të vendosë se kush do hyjë në dyqanin tim. Kështu që për mua është rastësore se kush hyjë në dyqan, por ai që hyn e ka vendosur vetë se do të hyjë, dhe për të nuk është rastësore që do të hyjë. Por a e kemi këtë drejtim të përgjithshëm të fushës son apo jo? Faxhin, jo, ne nuk e dim, ne dim vetëm tonin. Do me thënë, kur fusha jon vendoset të mishërohet dhe kontrollon trupin ton, vetëm një pjesë e jona është koshjente për trupin. Ajo pjesë e fushës që u identifikua me trupin është ajo pjesë që psikologët e quajnë ego. Është një pjesë shumë e vogël egoje. Pra, duhet të bëjmë këtë lojën mes nesh, që është si një lojë virtuale, kështu që ky nuk është realiteti më i thellë. Ky është tek fushat, tek fizika kuantike dhe jo tek realiteti klasik. Pra duhet të lodhemi për t'i gjetur një farë kuptimi i jetës, por akoma nuk më folët për të mirën dhe të keqen. Faxhin, po arri aty dhe buzëqesh, e mira është të njohësh vetveten. Në atë që provojmë brenda vetes, gjendjen që improvizojmë për shkak të fushës kuantike nuk është e riprodhueshme, është një informacion kuantik që nuk mund të njihet, mund të njihet vetëm një bit klasik nga biti kuantik që përshkruan gjendjen e fushës. Dhe këto bite janë të lidhura me njëri tjetrin. Janë në një gjendje të lidhur në çift, por që nuk njihen me njëri tjetrin. Njëri manifestohet nga këta në hapësirë kohën, si në një ekran kompjuteri që nga mendimi yt në ekran shfaqet diçka për shkak të procesorëve kompjuterik që punojnë për këtë. Edhe mendja e universit është si një kompjuter kuantik dhe klasik njëkohësisht që bën llogari dhe manifeston në hapësirë kohën, që për të është si një ekran ku del rezultati. Dhe ne mendojmë se ekrani i kompjuterit është i gjithë realiteti, por realiteti nuk është kështu. Dhe kështu vim në konceptin e fizikës klasike që thotë se ky që shohim në ekranin e realitetit klasik është realiteti i vërtet, thuajse virtual, por në fakt ky është vetëm ekrani dhe kush mendon se ekziston vetëm ekrani nuk ka kuptuar asgjë. Se pas ekranit fshihet një punë e tërë, por pas mendjes qëndron diçka tjetër, se mendja është kompjuterike që vendos input. Dhe ky është shpirti. Shpirti, ku qëndron ndërgjegja, vullneti i lirë, brendësia e fushës është diçka shpirtërore, aty është eksperienca, kualja, ajo që provojmë brenda nesh. Por kjo nuk është as në fizikën kuantike. Fizika kuantike është harta ose rruga që ndjek kualja. Dhe rruga e kualjas është që të njihet përmes rrugës sonë shpirtërore. Ja ku kemi 3 aspekte. Kemi trupin, do me thënë fizikën klasike, kemi mendjen, fizikën kuantike, dhe shpirti, kualja. Por kemi edhe diçka më shumë, është kuptimi i kualjas. Unë ndjej dashuri. Por ç'është dashuria? Se edhe këto 3 gjëra nuk janë të ndarë, se nuk ekziston ndarja. Këto janë të mbivendosura me njëra tjetër, madje as nuk dallojnë nga njëra tjetra, me një qendër që është edhe gjithë kuptimi i gjës që është e mira. Është kuptimi më i thellë i ekzistencës, që përbëhet nga njohja e thellë e vetvetes me kuptim, dashuri, gëzim, paqe dhe mirënjohje. Arritëm tek e mira, por ç'është e keqja? Është mungesa e së mirës, pra mos kuptimi i njohjes së vetes. Nga pamundësia për të komunikuar të gjithë me veten, por vetëm pjesëza, prandaj ekzistojnë simbolet,
Kompjuteri për shembull punon me simbole. Është mungesa e së mirës, pra mos kuptimi i njohjes së vetes. Nga pamundësia për ta komunikuar të gjithë veten, por vetëm pjesëza, prandaj ekzistojnë simbolet. Kompjuteri për shembull punon me simbole. Kompjuteri është i aftë sepse ne ja kemi vënë ato simbole që ai i përpunon sipas komandës son, dhe prandaj ai duket si i aftë, por jo se ai i di vetë këto, por ka edhe një lidhje të fortë me simbolit dhe kuptimin. Por jemi ne që ja mësojmë kompjuterit këtë lidhje, por ai vetë nuk kupton asgjë. Prandaj them se kurrë nuk do të na zvendësoj inteligjenca artificiale. Ne për të kuptuar tjetrin duhet të kuptojmë veten përmes një të ngjashmi që do të na komunikojë, sepse tjetri nuk mund të komunikojë kuptimin direkt, por duhet të kthehet në simbol dhe simbolet janë një bit për një bit kuantik. Por vetë biti është një pafundësi mundësisht që vjen dhe reduktohet në 0 dhe 1, pra vetëm në 2 vlera, dhe që këtu e ke tashmë një problem. Kështu që e keqja lind nga një mos komunikim, nga mungesa e të kuptuar, nga mos koherenca e pjesëve që janë pjesës së tërës mes tyre. Kështu që e keqja është mungesa e së mirës. Poreti, pra mund të themi që ne jemi bërë për të mirë, por për të shijuar deri në fund këtë gëzim, por përdor terma të papërshtatshëm, dikush ka vendosur brenda nesh vullnetin e lirë. Dhe prandaj vdekja është një farë kuptimi se ne do të ishim të pavdekshëm, e tham edhe më parë, nuk do të shijoj kjo gjë. I them këto gjëra pak a shumë kështu. Faxhin, jo, po, ne jemi të pavdekshëm. Poreti, jo, e kuptoj, por për konceptin klasik. Faxhin, jemi këtu për të njohur veten. Por për këtë duhet të njohim tjetrin, sepse tjetri është po ne, se ne jemi një, por në një këndvështrim tjetër, një identitet tjetër, dhe kështu për të njohur veten duhet të njohim të tjetrin. E keqja është një gabim i përkohshëm, mungesa e së mirës, ndërsa e mira është ontologjike, e keqja nuk është ontologjike. Nuk ekziston djalli si diçka që nuk mund të eliminohet, por ekziston si mundësi, ekziston si mos kuptim, se për të njohur veten duhet të kalojmë përmes këtij mos kuptimi, sepse është mungesa e njohjes, prandaj e keqja është pjesë e procesit për të njohur të mirën. Pastaj dikush nga salla e pyet për inteligjencën artificiale se do të mund të na zvendësojë nëse merr edhe ajo ndërgjegje dhe Faxhini përgjigjet. Problemi qëndron në atë që thash, se nga shkenca klasike, ndërgjegja shihet si ajo, si diçka që mbaron me materie dhe prandaj e shohin edhe kompjuterin si të tillë. Dhe kjo i ngatron njerëzit se do të jetë kështu. Unë kam pyetur veten se çfarë është ndërgjegja rreth viteve 80-90, por si kalohet nga kualja tek shija e ushqimeve tek dashuria? Okej, truri ka disa sinjale elektrike, por më tregon nëse ka një mekanizëm për inteligjencën artificiale që i bën këto ndjenja të përjetohen nga kompjuteri. Në fakt, kjo nuk mund të ndodhë me diçka që nuk ka ndjenja të tilla. Pra më tregoni mekanizmin që lejon të krijohet një sistem fizik klasik koshient. Askush nuk ka bërë një hap të tillë të madh, thon budallallëqe. Nuk kanë lexuar kurrë asgjë nga fizika kuantike. Prandaj shumë fizikantë e kanë braktisur filozofinë nëse duan të shpjegojnë fizikën kuantike. Dhe të thonë po jo, prit se është vetëm një teori matematike që përshkruan realitetin që mund të masësh në hapësirë kohë. Mbyllet këtu dhe kaq, mohohet humanizmi, mohohet thelbi i brendshëm i universit, mohohet jo vetëm shpirti, por edhe mendja e universit. Nuk është thjesht të lexosh libra, por të arrish dhe të kesh kuptimin e gjërave. I thot tjetër dikush nga salla, por nëse njeriu vdes pa e kuptuar vetveten qëllimin për të cilin ka ardhur, do me thënë ai nuk ekziston më? Faxhin, jo, ne ekzistojmë si struktura fizike. Për të kuptuar, pra ne jemi fusha dhe jo trupa, jemi fusha që ekziston në një realitet më të thellë që fizikantët nuk duan ta pranojnë, pak e pranojnë. Por pastaj thonë se kompjuteri kuantik nuk mund t'i bëj llogarit në realitetin e hapësirë kohës, duhet një sasi universish paralele për t'i bërë llogarit, a thua se nuk kemi një kopje të variacioneve të vogla të shumë universeve, kur kemi llogaritet paralele, mos jemi gjë të çmendur. Fizika është e zhytur në ontologji, nuk ka kuptuar asgjë fare, prandaj na nevojitet një hap i mëtejshëm që fizika klasike po e heq. Ideja mbi të vërtetën. Faxhin, e vërteta në kontekstin si e vërteta po e gabuar, ajo zhduket, bëhet e mira. Gödel formoi një sistem aksiomatik ku mund të bëhen teorema që nuk mund të vërtetohen sepse logjika është e pamjaftueshme. Logjika aristoteliane është e pamjaftueshme për të demonstruar të vërtetën apo të gabuarën, duke u nisur nga një sistem aksiomatik. Dhe kjo solli një dështim ose disfati një pozitivizmi logjik në vitet 1800-1900, ku mendoi se matematika ishte e vërteta absolute. Por matematika, si
si mund të ekzistojë pa ndërgjegjen. Matematika është një përshkrim i gjërave, se duhet diçka për t'i përshkruar gjërat, por ndryshe është ontologjia. Fizikanti flet për matematikën sikur po flet për Zotin. Po kush e bëri matematikën? Edhe unë para një viti gjysmë përpiqesha të përshkruaja ndërgjegjen përmes fizikës kuantike, ndërkohë që shkruaja librin tim të fundit, dhe aty e kuptova se edhe unë kisha rënë në një grack, se edhe matematika është e krijuar nga ndërgjegja. Atëherë si mund të përshkruaj matematika ekzistencën e asaj që e krijoi? Pra ndërgjegjes që e krijoi vetë atë, është e pamundur. Aty fillova pastaj që përdora këtë postulat që nuk ishte një postulat i librit irreducibile, përshkruar domethënë kështu si një hipotezë, përmbysa gjithçka dhe përmes këtij postulati shpjegoj atë që nuk mund të shpjegohej më parë. Domethënë në vend që mekanika kuantike të shpjegojë ndërgjegjen, është ndërgjegja pra ekzistenca e asaj të fundit që shpjegon edhe mekanikën kuantike dhe veti të saj që nuk mund të shpjegoheshin më parë. Për këtë shërbejnë postulatet për të shpjeguar se si mund të shpjegohen gjëra që nuk i kanë veti të ndërgjegjës dhe vullnetit të lirë, si mund të shpjegojë diçka pa vullnet të lirë, vetë vullnetin e lirë nëse nuk e ka këtë. Fizikantët, shkencëtarët apo neuroshkencëtarët thonë që nuk ekziston vullneti i lirë. Prandaj nisim nga një pozicion tjetër më stabil, i cili mund të hapet apo të eksplorohet vetëm nga ndërgjegja vetë, e cila është diçka më e thellë se instrumentet që kemi në dispozicion. Ndërgjegja është ajo që jemi. Porreti, cili është një libër që keni lexuar veç librave shkencore apo ndonjë libër mistik që ju ka bërë përshtypje? Faxhin. Në fakt kam lexuar një libër të Frank Schrödinger me titull Çfarë është jeta, i cili më ka goditur për thellësinë e gjërave që përshkrua, se si ai përshkroi kristalin periodik të ADN-s para se ajo të ishte zbuluar, pra nga mënyra se si ai e përdor filozofinë për të përshkruar gjërat dhe jo fizikën, sepse sot nga shkencizmi jeta njihet si mbijetesa e më të fortit. Domethënë, un kam më shumë para dhe jetoj më shumë se ty. Kjo është logjika e shkencizmit. Domethënë ata promovojnë garën e padrejtë, ndërkohë që un mendoj se ne duhet e njohim tjetrin duke bashkëpunuar, pra qëllimi është të njohim veten së bashku me të tjerët përmes dashurisë, gëzimit dhe paqes. Kjo pra ishte biseda e gjatë ose jo mes një shkencëtari dhe një podcasteri, që më parë ka qenë komedian, i cili e pyeti për shumë çka mbi jetën, llojin e ekzistencës, origjinën e saj, dhe se si Faxhin, pra ky shkencëtar, i cili ka bërë disa shpikje, e shpjegon ndërgjegjen nga vetvetja. Faktikisht ai ka pasur edhe një përjetim të ndërgjegjes që siç e thot vet ai, jo gjithçka mësohet nga logjika, pra nga vënia në përdorim e formulave matematikore apo të fizikës, por edhe nga përjetimi i vet ndërgjegjes e eksperiencës vetjake, ku shprehet se përgjatë një rreth viteve 90 në mos gaboj, në dhjetor kur ai bënte pushimet e Krishtlindjeve, u ngrit në një moment natë për të pirë ujë dhe mbasi u shtri, ndjeu se nga gjoksi i tij doli një dritë që u emetua pra në atë hapësirën e dhomës, dhe që ai e ndjeu se ishte tek ajo dritë dhe jo këtu tek ky trup. Dhe aty përjetoi një dashuri të papërshkrueshme, pra nuk e përshkruante dot me fjalë. Ajo drita ishte dashuri. Dhe ai aty kuptoi se është diçka përtej kësaj që njerëzit bëjnë me formula të natyrës shkencore. Kjo pra nuk mund të shpjegohet thjesht me formula matematikore, por ajo vetë shpjegon vetveten përmes intuitës, përmes ndjenjave, përmes emocioneve, të cilat nuk mund të ketë një makineri siç është për shembull kompjuteri ose inteligjenca artificiale. Pra këtë bisedë u asolla që ju të shikoni edhe një aspekt tjetër të një shkencëtari i cili ka përjetuar diçka intuitive, dhe që këto gjëra, për mendimin tim, zbulohen shumë mirë edhe nga gjuha, dhe është kjo që u vë kapak atyre, sepse ndërgjegja në vetvete është një gjuhë, ose gjuha është ndërgjegje, dhe derisa ndërgjegja ka folur me një gjuhë universale të përbashkët, tek ajo fusha kuantike e njëshit që thotë edhe ky, pra tek totaliteti i gjërave, tek fusha unike, e cila sjell fusha më të vogla që jemi ne njerëzit, atëherë me siguri që kjo gjuhë unike që ndodhet në fushën kuantike 1 do e ketë shpjeguar gjithë botën përmes fjalëve. Tani kjo rezulton të jetë shqipja, kjo nuk është se dua unë apo doni ju apo duam të gjithë ne shqiptarët, por kështu qëndron e vërteta, pasi me gjuhën shqipe mund të zbulojnë gjithçka çfarë tha ky zotëria Federico Faxhin.